Në raport me droftet palaprake, duhet përmendur faktin se është e vërtet se drofti ka avancuar konsiderueshëm, ka avancuar në raport me dhënien e mundësisë, me pamundësinë objektive për shkak se gjykata kushtetuese kishte gjetur se nëse ti ja kalon borën e provës, normalisht se do t'ja jep edhe mundësitë që ai me provu justifikueshmërinë, që ai me justifiku pasurinë e tij dhe në rastin konkret do thotë ka një përparim në këtë drejtim, ka përparime të ndryshme edhe në kuptim të afateve procedurale dhe që cilat në draftet e para kishin qenë të paqarta, megjithatë ka disa probleme të cilat do t'i trajtojmë në vijim, të cilat janë kruciale për sigurinë juridike të gjithë qytetarëve, jo Cilat janë ato? vetëm për zyrtarët publik. Po ta zëm për shembull tek aspekti në raport me palët e treta. Do të thotë një palë e tretë nënkupton jo subjektin i cili po i nënshtrohet pasuria, po i nënshtrohet verifikimet të pasurisë, po nënkupton një palë tek e cila është bartur pasuria. Tash, automatikisht do thotë këtu ka një farë përzierje të koncepteve, nuk adresohet në mënyrë adekuate blerësi me mirëbesim. Referohet vetëm në çmim, thotë se do thotë blerës me mirëbesim, do thotë nuk konsiderohet ai që e ka blerë çmimin domethënës më të lirë, po nuk ka një përcaktim do thotë se çfarë nënkupton domethënës më lirë. Tash në qarkullueshmërinë juridike, bartja e të drejtave pronësore është diçka normale. Pasuria shitet, pasuria blehet, dhurohet e tjerë. Dhe tash në rastin konkret nuk mund të bëhet, aty do thotë e merr si aspekt relevant vetëm çmimin. Mirë, po kjo nuk është adekuate. Për shembull, nëse ti sot e sheh një tazon dëshiron me ble një banesë, që ndoshta vlera reale e ka është çmimi i saj 100.000 euro dhe ti e blen për 80.000 euro. Ti nuk duhet automatikisht të konsiderosh blerës me keqbesim dhe ty dal tash probleme për faktin se shitsi, personi që ta ka shit banesën, pas ka probleme me ligjin dhe që ka nën verifikim të agjencisë dhe me të bët ty automatikisht palë në procedurë. Për këtë arsye do thotë nuk është vetëm në raport me palët që i nënshtruhen verifikimet, por është edhe në raport me palët e treta. Nuk duhet që të jetë aspekt relevant vetëm çmimi dhe madje i papërcaktuar. Nuk ka kritere objektive që përcakton se çka nënkupton se blerësi e ka ditur apo është dashur ta di. Nuk ka metodologji për këtë çështje, nuk ka kritere për këtë çështje. Dhe problematika tash është se në transaksionet juridike qytetari e blen një prunë të caktuar, çfarë do qoftë ajo, e lojtshme pa lojtshme, e blen në mirëbesim dhe më pastaj ati i del problem, do të me pasurinë e tij që e ka blerë në mënyrë të lehtëshme, i del problem për faktin se shitsi ka një problem të caktuar që nuk po mundet me justifiku pasurinë e tij. Dhe kjo më pastaj reflekton edhe tek ajo që ligji e quajnë vlera zaventësuese, nga kush duhet të zaventësohet vlera nëse është tjetërsuar. Nëse blerësi e ka blerë pasurinë e tij me mirëbesim, edhe nëse e ka blerë ma lirë, ai mund të konsideroj që unë jam tregtar i mirë dhe unë e kam gjetë një pasuri, do thotë ka shumë arsye të lehtëshme pse një pasuri e caktuar shitet më lirë sa çmimi i tregut, apo jo? Do thotë mund shitet për shkak se dikush e ka shitjen me nguti, dëshiron që të bëjë investime tjera dhe i vyn parat shpejt, dhe do thotë një blerës i caktuar do thotë mund përputhen interesat financiare, ekonomike, investuese e tjerë, dhe gjitha këto aspekte disi janë të përziera brenda projekt ligjit që nuk krijojnë siguri juridike. E vërtet që ka një avancim në raport me draftet paraprake. Megjithatë, jo i mjaftueshëm që rrezikon që projekt ligji, jo në raport me zyrtarët, por rrezikon që edhe qytetarët e tjerë që bëjnë shitblerje të zakonshme në kuadër të qarkullueshmërisë juridike të kenë probleme jashtëzakonisht të mëdha me ndoshta investimet me prunën e blerë me investimet e tyre jetësore dhe ata të bëhen palë në procedurë. Dhe këto aspekte definitivisht janë problematike. Problematike për shembull është aspekti tjetër i kompenzimit të palëve që në procedurën për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme kanë pasur dëm. Për shembull, një person i caktuar ka 10 prona dhe është caktuar mosa e sigurisë.
ai ato 10 prona nuk ka pasur mundësi me i shfrytzu derisa ka përfunduar procedura. Nuk në ndërkohë do thot ju ka humbur vlera e tyre. Ligji do thot referon vetëm tek ligji për marrëdhëniet e detyrimeve, por kjo është e pamjaftueshme. Ligji nuk përcakton se kush duhet të paditet, kush e ka barrën e provës, sa është afati për të paditur, cila është juridiksioni për të paditur e tjerë, dhe gjitha këto aspekte e krijojnë një farë pasigurie të palës që nëse në fund pala e ka posur pasurinë e bllokuar, por pasuria e tij në fund ka rezultuar se është e justifikueshme, ai rrezikon që duhet të hyjë në një proces tjetër civil për kompenzimin e dëmit, i cili është i paqartë dhe i pasigurt se si do ta realizoj ai të drejtën që i është cenuar gjatë procedurës për justifikimin e pasurisë së tij.